Shqipëria është më pranë se kurrë me Kupën e Botës pasi për herë të parë ka shanse reale për të shkuar në play-off. Për ta bërë këtë, kuqezinjtë fillimisht duhet të fitojnë patjetër ndaj Andorrës në transfer dhe më pas të presin se çfarë do të bëjë Serbia. Kuqezinjtë janë aktualisht një pikë para serbëve, teksa të dyja skuadrat kanë për të luajtur dhe 2 ndeshje, ku kuqezinjtë përballen fillimisht me Andorrën e më pas me Anglinë, ndërsa Serbia ka Anglinë në ndeshjen e më parë dhe më pas do të presë Letoninë. Veç fitores ndaj Andorrës, që është detyrim për skuadrën tonë, shpresohet edhe që Anglia të fitojë në Londër ndaj Serbisë, në mënyrë që të jemi zyrtarisht të kualifikuar si vendi i dytë në grupin K për të mbajtur gjallë shpresën për botror. Si në Europian, ashtu edhe në këto kualifikuese, Silvinho ka pasur një futbollist i cili ka dhënë zgjidhje sa herë që kuqezinjve i është dashur. Nëse në Europian ishte Yasir Hasani ai që me golat e tij na kualifikoi, këtë herë është Rei Manaj, lojtari protagonist që ka marrë Shqipërinë për dorë drejt botrorit. Yasir Hasani, sulmuesi nga Shkupi, u grumbulluar për herë të parë te Shqipëria nga Silvinho, teksa besimi i këtij të fundit u shpërblye menjëherë. Hasani zhvilloi një ndeshje shumë të mirë në Poloni, pavarësisht se kuqezinjtë u mundën, duke dhënë sinjale se në krahun e djathtë të sulmit kishin fituar një lojtar që mund të bënte diferencën. Pritja për golin e parë ishte e shkurtër, duke qenë se Hasani arriti të realizonte një kryevepër në ndeshjen ndaj Andorrës në Errol Penja. Vetëm pak javë më vonë, Hasani kthehej në protagonist me një tjetër supergol të shënuar ndaj Polonisë nga distanca për të kaluar Shqipërinë në avantazh në fitoren 2-0. Ecurinë me supergola e ruajti edhe ndaj Çekisë në Tiranë, ku shënoi sërish golin e avantazhit, aty ku Shqipëria fitoi 3-0 fal golit të tij dhe më pas 2 golave të shënuar nga Seferi, njëri prej të cilëve u asistua nga Hasani. Me 3 gola të shënuar në kualifikueset e Europianit, Hasani u kthye në hero pasi ishte vendimtar në ndeshjet më të rëndësishme, duke ndihmuar jo pak Shqipërinë për të shkuar në Europian për herë të dytë në histori. Sulmuesi nga Shkupi ka shënuar dhe 3 gola të tjerë me kuqezinjtë, fillimisht në miqësore ndaj Liechtensteinit e më pas në Ligën e Kombeve ndaj Ukrainës dhe në fitoren ndaj Gibraltarit. Në 6 ndeshjet që Yasir Hasani ka shënuar, Shqipëria ka arritur të fitojë, statistikë kjo që jep një impakt të jashtëzakonshëm formës së tij. Rei Manaj. Nëse në Europian ishte Hasani ai që po e mbante Shqipërinë me shpresë në kualifikueset e botrorit, gjërat kanë ndryshuar pasi 30 vjeçari nuk është preferuar në lojë nga Silvinho. Vendin e tij me gola e ka zënë sulmuesi Rei Manaj, i cili së fundmi u kthye në hero në Leskovec, ku shënoi golin e fitores në ndeshjen ndoshta më të rëndësishme të kualifikueseve të botrorit. Sulmuesi lushnjar gjeti golin e tij të parë në kualifikuese, duke i shënuar Andorrës një 2 golësh në fitoren 3-0, teksa një gol të rëndësishëm po realizonte dhe ndaj Letonisë në transfert, por topi u devijua në vijën fatale, duke u konsideruar më pas autogol i vendasve. Sulmuesi ishte protagonist në ndeshjen ndaj Serbisë në Tiranë, po aty humbi penalltin që mund t'i jepte 3 pikët, gabim të cilin e ka shlyer në Leskovec me një gol shumë të rëndësishëm. Kështu në 6 golat që Shqipëria ka shënuar në këto kualifikuese, 3 prej tyre i ka shënuar Rei Manaj dhe njëri është autogol të cilin e detyroi sulmuesi ynë. Shqipërisë i kanë mbetur dhe 2 ndeshje në të cilat të 2 sulmuesit duhet që të jenë në formën e tyre më të mirë për të gjetur golin që mund të shënojë arritjen më të madhe në historinë e futbollit shqiptar për të dërguar skuadrën në play-offin e Kupës së Botës.